Për shkak të prurjeve me intensitet të lartë të lumit Vjos, tregu i përjafshëm i Mifolit është postuar nga vendi se ku zhvilloi më parë, por pavarësisht kushteve atmosferike, si dhe situatës emergjente nga lumi Vjos pranë urës së Mifolit, edhe këtë të njëjte kanë bërritur tregtar nga zonat përreth për të shitur produktet e tyre ushqimore, veshje, vegla pune, si dhe orendi shtëpiake. Nuk kanë munguar as tregtarët nga zona e Fierit, Beratit, Lushnjës, të cilët kanë ardhur drejt Novoselës, duke mos ju trembur situatës. Pavarësisht kësaj situate emergjente të shenjtes, një pjesë e tyre thonë se kanë shitur mjaftueshëm, duke nxjerrë edhe fitime të konsiderueshme. Jo, ka lek, ha? Plot ka lek, ja. Një orë punë, plot është be. Kapulli, pare plot. Shipo. E mbushë. To ja për një orë punë e burë. Plot se i ka hequr një pjesë. S'ka me kjo pare, i ka me djesh. Pare iq. Pare, s'më ka tremur. Pa punë plot. Nuk ka berë punë, jarë bishë qyrë. Ka nërë gjithë banorë? Ka nërë, beri qa, jem nga një, qa shiu, qa avash. Nuk i tre me lumi? Ore, ata s'ke vren nga Gjermanë, kërë nga lumi. Qa pët populli. Pazar sot? Pa. Tregu sot në kushte jo të mira? Në kushte jo të mira, po ka pat lëvizje. Ka pat lëvizje. Nuk keni trem në lumi sot ju? Jo pare, ku tremën ne, i kemi marrë masat. Jemi spostuar në qenë nga vëndi se ndërhynë mjetet e shtetit aty që kontrollojnë. E ti vazhdo për që? Ne jemi këtu për që. Ke shit gjë? Unë jam... Ja seksi, si lik. Jam me këtë lekun këtu, me djath, me gjitha, ka pat punë. Ka pat punë? Po, ka patu. Më shumë se erdhe tjera? Edhe më shumë nuk themi do të shiko dhe koha, treme njëzit. Po ka patu? Po ka patu, është normale. Por ka edhe nga ata tregtar të tjerë, të cilët, siç kanë ardhur, edhe kanë ikur sërish në shtëpi. Për kamerën e televizionit 6+1 Vlora, ata pohojnë se moti i keq dhe situata në Vjos i kanë trembur blerësit. Edhe këtë të njëjte tregojnë se nuk nxjerrin dot as shpenzimet për të ardhur drejt Novoselës dhe jo më për të menduar për fitime. Sot unë i do 2.000 lekë breqavez. 2.000 lekë. Shtati me makina, unë asin lekë shpije, për djali se kam djali me depresion. S'ka punë. Po pse? Nuk ka punë me. S'ka punë. Këta që kanë ushqimore, mund të hanen qizë. Po, dikoj kjo situatë e Vjosës? Vjosës, po, është këtë dalë për para fakta ajo, për nuk këtë dalë vajta dhe thije unë. Po jo, friksoj kjo blerësi? E për ajo është ajo është e gjithë, u tremë të ata. U trëma ikën, ha? Tremë ikën, shkëtë. Asgjë. Pse? S'ka. U trëma nga lumi? U trem nga lumi. Je e friksuar? Fare. Ja, shiko, ja, këtu janë, do marrësh të cati. Kanë ardhur banorë sot për vlera, po ja. Po kanë ardhur të ca. Ndërsa blerësit vazhdojnë t'i blejnë produktet ushqimore të cilat nevojiten, ata shprehen se situata e shkaktuar nga lumi Vjos nuk i ka penguar as pak dhe nuk ndihen të friksuar për të dalë në pazar. Problem për ta mbeten çmimet e larta, si dhe kushtet e tregut, të cilat i përshkruajnë si as pak të favorshme. Pazar kemi dalë, po shumë keq puna. Se? I shtrenjtë shumë. Shtrenjtë tëre. Shkemi me shatë marime, ja mojmë 2 kg domate, që do majmë gjithë tjetër. Që po talëme, kushtet e shumë keqe, që më keqe, shumë. Ju ka tremur dalja e lumit? Në ka tremur shumë jo, shumë fare në ka tremur. Ku e ke banë nesër? Valnes e ka mandi poshtë një ati. Rezikon? Tani po doli pore, rezikonet, tëra. Qa masë do marime? Qa masë do marime? Marime një thest me kumë, sa që ma tje para, ja kjo, asë një tjetër. Si mos më keq. Pse? S'kam ku vjen më. Ne e dim që po heqim. Sa pensioner? Unë 120. Ja del do t'jetosh? Kurrë në kurrë. Je tremur sot? Janë marrë sa masa, po me gjitha të prapë rrezikisht. Trembesh? Unë? Po. Fare? Rezikon shtëpia juaj? Jo. Ka ma shumë, mora plot gjera, po. S'ke frikë sot në shiu dhe në lumi? Dhe do vetë në lumë. Bleve gjë sot? Bleva ullinj, domate, patate. Ku banon? Ja këtu. Ke frikë në dalja e lumit? O, sa ere mësoj me lumin ne kemi hipu mi qatim para. Po tani si situata sot? Po bën një 10-12 vjetë s'ka dalej. Po mund dali thua? Nuk e kam ndjekur atë program se tashi po dalë. Po ndërkohë që flasim, të trëm kjo situata e lumit Vjos? Jo, për tremën e jemi mësuar, po ai do rrugë zgjidhje dhe përthej tutje, po ai Ke dal ai do detin të hapur që ti iki. Ke dal për blerë pazar, ha? Po, pazari ynë është.
Tregu pran urës së Mifolit këtë tenjte u zhvillua në kushte jo të favorshme dhe as pak kushte të zakonshme, për shkak se gjysma e tij ishte e përmbytur totalisht, shkasolli edhe spostim të tregtarëve në rrugën kryesore, hyrëse për në qendër të Novoselës.